Pelikani Kaçorrel po tërheq vëmendjen e turistëve pasi prezenca e këtij shpendi në ujërat e liçenit të Shkodrës është rritur ndjeshëm. Sipas specialistëve të mjedisit, kjo dukuri vjen si shkak i kujdesi që i kushtohet kësaj specie. Prezenca e pelikanit Kaçorrel, siç edhe shumë nga ata që mund ta dëgjojnë, dihet se ajo folinizon në pjesën e malazeze, por gjatë gjithë periudhës vitit, gjitha ditët e vitit, ai vjen në pjesën shqiptare për të ushqyer. Dhe këto, po themi, vitin që kaluam edhe këtë vit, ka një sjellje shumë miqësore, edhe afrohet shumë varkave, është shumë i miqësuar me peshkatarët, dhe pse jo, kjo është një risi edhe për turizmin. Ndërsa për mirësim duket se ka dhe gjuetia paligjshme, ndërsa ligji i ri i penalizon me gjoba të rënda të gjithë shkelësit. Situata është mirë, por i bëj thirrje, duke qenë se qeveria ka hapur gjotin si proces në zonat ku do lejohet, sepse është e qartë se në zonat e mbrojtura ligjërisht është në mënyrë kategorike ndaluar gjotia. I bëjmë thirrje gjithë gjotarëve apo ata që dashurojnë këtë profesion, që të rinë larg nga zonat e mbrojtura, sepse këto zonat e mbrojtura janë për ne, për të ardhmen tonë, që t'i konservojmë edhe t'i ruajmë. Ju bëjmë thirrje që ta lexojnë ligjin e ri të gjuetisë, sepse edhe ne nuk kemi njerëz që kemi qef as të procedojmë, as të penalizojmë gjuetarët në punën e tyre, por ta lexojnë mirë ligjin e gjuetisë, sepse ka penalitete jashtëzakonshme shumë të larta. Në censusin e fundit, rezultatet paraprake tregojnë për një rritje të numrit të shpendëve migratorë në liçenin e Shkodrës. Aktualisht, sipas specialistëve, numërohen rreth 280 lloj shpendësh.